حي على الفلاح. الإمام طحاوي رحمة الله عليه وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا للإسلام حتى نلقاك به. الإمام طحاوي رحمة الله عليه نكتب في علي تجاتا për kryerësit e veprave të mëkateve të mëdha, ata të cilët bojnë gjunahe të mëdha. Prej ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk do të jenë në xhehenem për gjithmonë nëse kanë vdekur muwahhidun musliman. Edhe nëse nuk janë penduar, sa kanë qenë gjallë. Pasi që ata kanë takuar Zotin e tyre duke qenë besimtar. Të atilët thot janë rahmetin, mëshiren, dëshiren e Allahut. Nëse dën, i falë me mirësinë e tij. Që shka thonë Allahu, o yaghfiru ma duna dhalike limen yasha. Allahu falë jashta shirkut, që ka të dënë është të drejtë tina. Wa in sha'a adhabahum fi an-nari bi adlihi, por nëse dënë, i dënën me xhehenem me drejtësinë e tij. Thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa shafa'ati ash-shafi'in min ahli ta'atihi. Por dikur i nxjerr prej xhehenemit me mëshirën e tij dhe shefatin, ndërmjetësimin e atyre që kanë të drejtë të bëjnë ndërmjetësim shefat prej evlijave të Allahut azza wa jall. E pastaj i çon Allahu e i fut në xhenet. Nga se Allahu i madhruar i ka marrë me sipër, është kujdestar i atyre të cilët e njohin dhe besojnë Allahu. Edhe se asnjëherë Allahu nuk i ka bërë barabart të njëjtë në të dy vend qëndrimet, vend banimet, në këtë botë dhe botën tjetër, nuk i ka bërë të barabart muslimanët me ata që nuk janë musliman, të udhëzuarit dhe të humburit. Të atilët të cilët nuk kanë hise në mbikëqyrjen dhe kujdestarinë të madhe të Allah. Dhe në fund thot, e bën një do Allahumma ya waliy al-islam wa ahlihi, o Zoti jon, kujdestari dhe mbikëqyrësi i islamit dhe i muslimanëve, thabbitna lil islam, na forco neve në islam, hatta nalqaq bihi, derisa të takojmë në ty me këtë islam. Imam Tahawiu edhe më herët ka folë pak a shumë për çështjen e asaj se nuk do t'jenë për gjithmonë në xhehenem
ata të cilët kanë bërë harame dhe mëkate të mëdha, përderisa nuk i kanë bo halal, nuk i kanë lejuar atë mëkate. Kur ka thënë atje se wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahilla, dhe ne si ahli sunnet dhe xhamat nuk e bëjmë qafir, nuk e nxjerrim prej feje, prej dini as një njeri me çfarë do gjunahit këtë bo në tokë të Zotit. Çfarë dush mëkati përmende, ceke që ka ndërmend, që mund ta bëjë njeriu, ai nuk del prej dinit me te, përderisa nuk e bën halal atë mëkat. Natyrisht jashtë kufrit dhe shirk me hu Allahun, po fjala mëkatet për të gjithshme. Prej vrasjes, mbytjes, e zinas, e radhës e mëkateve tjera, cilat do të qofshin, nuk e nxjerrin njeriu prej dinit. Përderisa mos ta bëj halal. Kemi folë për këtë temë. Dhe se me këtë ka për qëllim gjithashtu i bekuari ti kundërshtoj disa fraksione të cilat atë shumë e kanë shtrënguar çështjen, këtë çështje, sa që vetëm me një gjuna të madh nëse e bën muslimani, e nxjerrin prej feje automatikisht, e që ata jenë xhavare që kemi thonë. Dhe simbas tyre njeriu si të bëjë një mëkat të madh, ai ka dalë prej feje dhe gjaku i tij është halal, dhe saj nuk ka hise më në islam. Dhe nëse vdes, gjenazja ti si falet, nuk futet në rrezat muslimanëve, nuk bën me u lut për te, dhe kështu me radhë. E që mjerisht, kur kemi folur atje, kemi thënë gjithashtu, se është trashëguar një pjesë e këtij mendimi jashtëzakonisht ekstrem, është trashëguar dhe për cilur deri në kohë sodit bilesat, është zgjeruar dhe përhapur bajagi shumë. Dhe karshimet apo afër tyre vijnë edhe mu'tazilët, të cilët këta fatmirësisht janë zhdukur dhe tretur, e që këta kënësi janë ruajtur pak, nuk kanë thanë se del prej feje, por kanë thanë xhenetin nuk e sheh me sy. Xhenetin nuk e sheh me sy ai njeri, edhe kanë thanë është mes dy pozitave, mes xhenetit dhe mes xhenemi. Ai e bie gati si njëjtë kryesorja pja bën njeriu të haram, xhenetin për gjithmonë, një muslimani cili ka thënë la ilaha illa Allah, me zemër i bindur në Allahun e madhëruar, duke besuar Allahun, e milaqet e Allahut, e pejgambert Allahut, e librat e shejtë, ditën e gjykimit, ka dane ka derën, po ja mohon për gjithmonë xhenetin. E natyrisht kjo është kundërshtim me mendimin që ka ehli sunneti, e që faktikisht e përfaqësojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe sahabët e tij dhe gjeneratat e para. Ata të cilët, fjala e Imam Tahaviut, ata të cilët bojnë punë të gjunahet më dha, jep me kuptu se në Islam, shariatin e Zotit, gjunahet ndahen në dy lloje. Gjunahe për mëkate të mëdha dhe gjunahe të vogla. Dhe kjo është mendimi absolut i ulemave të ehli sunnetit, duke filluar nga sahabët dhe radhazi mas tyre. Për atë arsye Allahu ka thënë: in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nëse ju i largoheni, i shmangeni harameve të mëdha, kaba'ir të mëdha, nga të cilat jeni ndaluar, u afalim ato tjerat, cilat janë tjerat, për i ndanë Zotë dy lloje, u afalim tjerat, gjunahe tjera. Pra gjunahe tjera që ne quajmë të vogla,
I falë Allahu edhe pa istikfar. Nuk është farz pa tjetër për më të falë që ai gjuna me ra istikfar. Përderisa gjunahet të mëdha para istikfar, pa u pendu për te, ai të përcillet, mbetet deri në varr. Gjunahi i madh. Ani pse gjunahi i madh, se nuk do të fokusohemi këtu, se nuk e kemi as temë bashkë theksuar të fokusohen te detalizuar, apo nuk e kemi për temë. Ani pse edhe gjunahet të mëdha që kanë thonë shumë ulema, edhe nëse nuk fshihen krejt, për shkak se nuk je pendu, mund të zbehen shumë. Zbehet, zvoglohet. Shumë zvoglohet. Përballë kësaj, ka mundësi dhe gjunahi i vogël rritet dhe shtohet. Mvaret që sillesh dhe vepron të ardhmen, pas atij gjunahi që ke bë. Por megjithatë, gjunahi i madh, si i madh, është mëkat i madh. Edhe për te kërkohet me amen, mu pendu për qatë mëkat të cilin e ke bë. E ne pendohemi edhe për mëkatet e vogla, për krejt. Por edhe nëse nuk i ceku me amen të voglat, apo i harrojmë, që shumë normale me harru, dhe mos më të këtu sepse ato janë të shumta, falen vetvetiu me punë të mira. Çka thonë Allah atje në ajetin tjetër koranor, inel hasenati yudhhibna sayyi'at, punë të mira i fshin punë të këqija. Kjo është për qëllim. Për atë arsye me këtë ka hadithe të shumta ku njeriu me rabdese, namazet dhe namaze, gjumaj dhe gjumaj, gjerimi dhe Ramazan dhe Ramazan, kështu me radhë të falin, umret dhe numret të falin, gjunahet, të cilat janë bërë mes tyre, edhe ashtu një betil kebair, nëse nuk futen në atë rang, në atë radhë, gjunahet të mëdha. E pastaj për shembull ai cili bën haxhin që shkërkohet prej tij e kthehet te shtëpia që ka një nana vete, krejt kjo është nëse largohet gjunave të mëdha. E hadith tjetër i pejgamberit alayhi salatu wassalam, a keni pa një njeri cili të dera shtëpis, e ka një lëmë, lahet 5 herë ditën të ajmetë ati në ndonjë njollë në trupin e vetë, kanë thonë jo, ja Rasulullah, ka thonë gjithashtu, në ngjajshme me këte, është personi i cili falë 5 kohë namaz, mbetet pa gjunahe i pastërt, por gjithmonë të gjunaheve të vogla për të mëdha dhe kështu me radhë. Pra neve na intereson se fjala e Imam Tahavijut dhe ata të cilët i kryjnë gjunahe të mëdha, ka për qëllim se ne si musliman i ndajmë gjunahet të vogla të mos, Allahu këtu i ka nda. Dhe folëm pak për këtë çështje temë, sepse për këtë pikë, sepse ka prej njerëzve, prej ulemave, Allah i pasmëshiru, nga devotshmëria dhe takvalluku i tyre kanë thonë jo, krejt gjunahet janë njëjtë, nuk ka gjunat madh dhe të vogël, por varet drejt kujt po e bën dhe çysh po e cilëson te atë mëkat. Për atë arsye, që thash pak më herët, ka njëri ndorim ka që bën të madh, por aq me turp e bën dhe aq ka që vije dhe, sa që ai numërohet gati, zvoglohet shumë, por në të kundërtën, bën ndonjë mëkat të vogël dhe se ka dërt fare për atë mëkat të vogël që ka bë, ka thonë edhe ai rritet bëhet i madh. Por jo, ky mbetet i mendimi i tyre, ndërsa mendimi i shumicës se mëkatet janë të mëdha dhe të vogla. Mirë, e çka janë mëkatet të mëdha? Cilat janë mëkatet të mëdha? Definicioni i tyre, numri i këtyre mëkateve, gjunaheve të mëdha. Kanë folur për numrin e tyre, kanë dhënë mendimet ndryshme, janë 7, janë 10, janë 15, janë më pak, janë 70, janë kaq, janë aq. Por Allahu ale mëkatet e mëdha nuk janë me numër të caktuar. Pastaj, jo gjithë dietarët e Islam kanë rënë një ujdi për çdo mëkat se është i madh. Ke plot mëkate, të cilat jo të gjithë dietarët e kanë konsideruar të mëdha, për atë arsye edhe numri i tyre tashmë ndryshon, nuk është i qartë. Po dhe për neve nuk na vyn shumë në fen tonë me ditë numrin e saktë mëkateve. S'na hinu dhe numri. Shifra, por na henu dhe mëkate si mëkat. A është i madh apo i vogël? Për atë arsye definicioni i mëkatit të gjunahit
Ky është i rëndësishëm për ne, se çka është mëkat. Dhe këtu ulema gjithashtu kanë diskutuar bajage, por ajo çka është, inshallah më sakta, më bindse, dhe që të flanë më shumë të në shpirt të në zemër, është se mëkat gjunah i madh është çdo gjunah, çdo haram, çdo mëkat, për të cilin ka ardhur qortim i rand, kërcënim i rand, se do të dënohet me xhenem, ka ardhur për të mallkim apo hidhrim prej Allahut apo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo mëkat në të cilën ka kërcënim prej Zotit, se do t'i dënoj ashpër, dhe se nuk do t'i flet azamin ditën e gjykimit, dhe se në ta është e hidhruar, dhe se nuk do t'i mshiroj, ato e mëkatet mëdha, Allahu na ruajt. Ato e mëkatet mëdha. Ata të cilët kanë krye mëkatet mëdha prej ummetit Muhamedit, prej neve, jep me kuptu deri diku se nuk futen nën këtë rregull ata të cilët kanë qenë para nesh, e mirë, e popujt e mëhershëm, po edhe ata e njerëz, po edhe ata kanë bërë gjunohe dhe mëkate. E çka është puna e tyne? A do t'jenë për gjithmonë në xhehenem ata nëse kanë bërë mëkate? Pa u pendu dhe kanë vdek me to, apo edhe ata do t'i përfshi rahmeti Zotit? Qysh na përfshi neve rahmetit madhit Allah? Allahu alem, por ja bën afer, ashtu kuptojmë, dhe ashtu kanë thonë shumë ulema, se argumentet, tekstet, citatet e cilat kanë ardhur për mëshirën e Zotit, ndaj muslimanëve, ndaj atyre që kanë vdek me la ilaha illallah, duke njësuar të madhin Allah, i përfshin të në këtë argumente dhe futën në këtë regull, edhe se edhe ata nuk do t'jenë për gjithmonë në xhehenem me emrin Allahut, e prej tyre hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, yakhruj min an-nar man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman, do të del prej zjarmit të xhehenemit, do të del, e masave do të del, nuk e dim, por ai do të dal. Çka jep me kuptu se nuk do të qëndroj për gjithmonë xhehenem. Ai i cili në zemrën e tij e ka sa një thërmi, sa një grim, sa një atom i vogël, një molekul iman në zemrën e tij. Pra është i mbushur me mëkate dhe gjëna, por ja që imanin e ka besuar Allah. Nuk po përkufizon, as nuk po e percepton, a është prej ummetit ton, apo prej ummeteve të mëhershme, por ai i cili në zemrën e tij e ka sa një thërmi, sa një grind, sa një molekul iman, ai jetë dhe unë dhe deri te Ademi dhe çdo njeri tjetër në këtë dynja, i cili është ardhur në këtë dynja, e ka besuar Allahun hak, por uruna Zot e ka mashtruar nefsi dhe djalli mallkuar dhe ka bërë mëkate. Allahu alem, kështu e kuptojmë. Pra, pastaj vazhdoni Imam Tahaviu dhe thot, nëse kanë vdekur pa u penduar, nuk do t'jenë në xhehenem për gjithmonë, nëse kanë vdekur pa u penduar, sepse nëse janë penduar, kryej ajo punë. O kryej ajo punë. Ne nuk dyshojmë se pendimi t'i falë gjunahet nëse pranohet e Allahu. Nëse pranohet e Allahu, nuk dyshojmë se pendimi çfarë do mëkatin këtë dynja t'i falë nëse vije pendim me kushtet e veta që i ka. Me kushtet e veta. Duke kuptuar se ai vepër që ka haram e ndaluar, e keqe, e poshtër, e qortuar, e urrëtur te i madhi Allah Azza wa Jall, duke u distancuar prej asaj vepre automatikisht pasi që kuptove se koka haram, dhe me vendos se nuk do të kthehesh më deri në kiamet. Me vendos më se nuk do të kthehesh, sepse nuk mjafton veç më tërhiq me lan
e me thonë hajtë se për këthejna nesër, amas nesër. Por me bindje se më nuk do të kthehesh deri në kiamet. Edhe nëse kthehesh masanej, se nuk e di çka do të sjellë ardhmja, por për momentin të jep Zotit fjalën dhe besën se më nuk do ta bësh njëjtin katër. Edhe kushti i katërt, nëse është në hak të robëve të Zotit, se nuk mjafton mu veç më pendu te Allahu, ku njeriu t'i ke bërë zullum, por edhe mja lyp njeriu të halalin, apo mja kthyje hakin nëse është sen që i kthehet veçanti nga ana materiale. Nëse ky pendim vije me kushtet veta të plota, dhe pranohet e Allahu nësi ehli sunnet dhe xhamat nuk diskutojnë, nuk dyshojnë, se atina i pranohet i falet mëkati dhe del para Allahut i pastër dhe i futet në xhenet me emrin e të madhit Allah. Por fjala është për ata të cilët kanë vdekur shkretit pa u penduar, e që mjerisht është numër tepër i madh i muslimanëve në veçanti në kohë të sodit, të cilët bëjnë haram edhe mëkate për çdo ditë, për shembull namazin e lojnë, çka do me bëjnë më shumë, edhe nëse e beson pa dyshim se namazi është farz, e që shumica e besojnë për ndryshe ai del pi dinit automatikisht, dhe ne nëse marrëm me atë fetva që nuk mos ta nxjerrim njeriu prej dinit pse nuk falet për shkak të përtacerisë apo dembelisë, e që është numri absolut i popullit ton dhe shumë muslimanëve në botë, dhe ai nuk pendohet dhe thot hajde se nesër pas nesër apo vazhdon ta bëjë ndonjë haram tjetër çfarë do të qoftë runa Zot, si puna e alkoolit, e puna e zinas, amoralitetit, e puna e korrupsionit, e vjedhjes, dhe kështu me radhë zullumeve të ndryshme të cilat i bën njeriu, nuk pendohet e nxan vdekja, ai për të është fjala se ai person bën Zoti me ta çka të don, te bareke ve taala, janë në mëshirën e Zotit dhe vendimin e tij. Allah është ai i cili merr vendim dhe është në dëshirën e të madhit Allah, te bareke ve taala. Nëse don Allahu e fal me mëshirë, edhe thot po të fali robi jam, fut në xhenet. Po të fali, anë pse ke bëm ka të madh, por po të fali, fut në xhenet. Por nëse dan i madhi Allah Azza wa Jall e futën xhenem me drejtsinë e tij tashmë me drejtsinë e tij, sepse meriton ai dhe nuk po i bë Zoti zullum, por me drejtsinë e tij e fut i madhi Allah në xhenem, e dënon sa të don, e pastaj e nxjerr prej xhenemit me rahmetin e tij, te bareke ve taala, me mëshirën e tij, me mirësinë e tij, ose me shefatin, me ndërmjetësimin e shefatgjive ndërmjetësuesve të robëve të tij të devotshëm, duke filluar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri te vlijat e Allahut të tjerë, deri te shahidat, deri te melaqet e Allahut, deri te vladi për prindë, shoku për shokë, dhe deri te muslimanë të rëndëm që janë në xhenetli të rëndëm të ndërmjetësojnë për shokë dhe miq të tyre, e të nxjerrin prej xhenemit me emrin e të madhit Allah Azza wa Jall. Pra është rahmet i madh dhe mëshirë e madhe e këtij Islam e të madhit Allah Azza wa Jall, dhe kjo pikë jep me kuptu madhështinë e kësaj feje të madhe, e cila asnjëherë nuk i lën idhtarët e saj që të dëshpërohen nga mëshira e Allahut dhe të dëshpërohen se dyrët e xhenetit një ditë nuk do të hapen edhe për te. Se çka thani madhi Allah Azza wa Jall, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, thuajti robëvet mi, të cilët i kanë bërë zullum vetvetes së tyre, mos u dëshpëroni prej rahmetit Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, me të vërtet Allahu i fal gjunahet krejt. Innehu huwal ghafurur rahim, me të vërtet Allah është falës dhe është i mëshirshëm. E Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu ka thënë, ajeti më shpresëdhënës në Kur'an është ky ajet. Krejt ata të cilët janë të zhytur në mëkate dhe kanë frikë apo janë prag të humbjes së shpresës prej rahmetit Zotit dhe prej xhenetit,
ky ajet i rikthen ata në shpresë se Allahu është më i madh dhe se rahmeti i tij është më i madh se sa mos me i fal ata njerëz për çfarë do gjunahet kenë bo, Allahu na ruaj. Pastaj thot Imam Tahaviu rahmetullahi alayhi, krejt kjo dhurat prej Zotit është se Allahu është kujdestar dhe mbikëqyrës i muslimanëve. Është e pamundur Allahu me i lanë të njëjtë dhe të barabartë, muslimanët dhe jo muslimanët. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun. A menduat jo që të bëjmë të barabartë muslimanët dhe kriminalët që janë çfarë? Çka është puna juaj? Kështu po gjikoni ja. Kush është ai i cili gjikon këtë tokë Zotit dhe thotë se janë njëjtë? E jo, me drejtësi Zotit nuk janë të njëjtë, me peshojt të Allahut nuk janë të njëjtë. Është e pamundur me qenë i njëjtë personi i cili thot la ilahe illa Allah dhe ai i cili nuk thot la ilahe illa Allah. E ata që thonë la ilahe illa Allah, Allahu është kujdestar dhe mbikëqyrës i tyne, vali i tyne, që shka thonë Allahu waliju ledhina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është kujdestar, është mbikëqyrës i besimtarve, i nxjerr ata min adh-dhulumat, prej errësirave në dritë. Nuk i lën Allahu me humbur, asnjëherë nuk i lën me qenë të barabartë në të dy botrat me ata të cilët nuk kanë thënë la ilahe illa Allah. Ani pse në këtë dynja ndoshta kanë hjekur, ani pse në këtë dynja ndoshta nuk janë kanë gjendje me shijuar ëmbëlsirën e madhe dhe të duhur të këtij islami, i cili do të kishte ndaluar nga mëkatet e mëdha, por megjithatë, përderisa e kanë njohur Allahun Azza wa Jall dhe në jetën e tyre Zotit shirk nuk i kanë bë, apo i kanë bë, po pastaj janë penduar dhe janë bërë musliman të mirë, Allahu i madhruar nuk do t'i lejë të barabartë me çfarë në botën tjetër, e që është për qëllim se çfarë do të jenë për gjithmonë në xhenem. Allahu na ruaj, e muslimanin Allahu nuk e lën në xhenem për gjithmonë. Dhe në fund, që shta me bën ju dua, Allahu e pas mëshiruar, ja wali el-Islam wa ahlihi, o kujdestar mbikëqyrës i Islamit edhe i muslimanëve, forcon na në Islam, edhe na bën të jetojmë me Islam, edhe të takojmë nesër tyje me Islam, kur dalim para madhërisë së tij. Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.